Prej 3 vitesh në qytetin e Korçës po zbatohet shërbimi shëndetësor në banesë, një iniciativë e rëndësishme që synon të vinë në ndihmë kategorive më vulnerabël, përfshirë të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara dhe të sëmurët paliativ. Kryeinfermieri i rajonit 5, Elton Tona, bën të ditur se ky shërbim ofrohet nga ekipe të specializuar, mjekësh dhe infermierësh, të cilët ndjekin pacientët në ambientet e shtëpisë, duke garantuar kujdes të vazhdueshëm dhe të personalizuar. Qendra jone ofron shërbim për lagjen 6, 7, 8 dhe 17, përbëhet nga 3 ekipe infermierësh dhe nga mjeku përkatës i lagjes përkatëse. Nga viti 2023 është ofruar në total në 68 pacient, kurse aktualisht kemi 33. Numri i vizitave të kryera nga infermierët nga viti 2023 është në 1484, kurse shërbimet e kryera 8250. Pacientët e kanë pritur shumë mirë dhe ata janë shumë të kënaqur me shërbimin e marrë. Pacientët dhe familjarët shprehen të kënaqur me shërbimin, duke vlerësuar përkushtimin dhe profesionalizmin e stafit shëndetësor. Sa ju kanë ardhur në ndihmë infermiere që vinë në shtëpi, jeni të gëzuar që e merrni këtë shërbim në shtëpi? Po, faleminderit që vjen gjithmonë. Përveç shërbimit shëndetësor, këtyre pacientëve ju ofrohen dhe pajisje mjekësore hua, si karige me rota, paterica, aparat EKG-je portabël, aparat oksigjeni e të tjerë.